Alma Bektashi, Eja i dashur, na ka kthyer në pjesën e dytë programit me një nga krye hitet top list të muzikës së lehtë shqiptare me muzikë të Kujtim Laros edhe me poezi të Alqi Boshnjakut. Sandër Gjoka dhe unë kemi patur privilegjin të jemi spektatorët e nderit për ty e dashur sot, edhe stafi që punon me ne. Faleminderit për emocionet e bukura që sollen në këtë studio, për kujtimin e Alqit, po edhe për dëshirën për ta përcjell një muzikë të mirë, një këngë të mirë, tek ata që na dëgjojnë, tek ata që na ndjekin, se kam përshtypjen që Sandri do ta diskutoj pak më vonë sa shumë dashuri ka në këtë poezinë e sotme. Faleminderit shumë që ke udhëtuar dhe jemi ne sot. Faleminderit, privilegj unë që këndova para jush, edhe që jam në këtë emision. Faleminderit shumë edhe Sandrit, ju jeni ajo dyshja e famshme që keni bërë atë duetin performues. Ti nuk më tradhton. Ti nuk më tradhton. Më fal, se atëherë nuk ka patur TikTok, Instagram, nuk ka patur showbiz, ju kanë ngatruar ndonjëherë me njëri tjetrin, se kështu ka qenë koha, po të bëni duete? Po, si jo. Unë bëja duet me Sandrin, e ka të dashur, bëja me Eltonin, e ka të dashur. Po, kështu ka qenë. Po. Unë i kisha gjithë të dashur. Kush e ka njohur më përpara Alqin Boshnjakun? Alma apo Sandri? Unë, faktikisht, kur kam qenë me grupin X, që bëjshim ato koncertën në Pallat Kulturës, Alqi ka qenë iniciatori bashkë me maestro, me Zhani Cikon, kanë ardhur, na kanë parë, atëherë kisha grupin unë. Edhe na ftun festival, nëse mban mend në 91-shin, që u bë nata e parë, nata e grupeve, që ftun gjithë grupet, dhe ishte doli një natë fantastike. Që atëherë jam njohur me Alqin dhe me Zhanin, dhe nuk kemi ndarë, domethënë, po të marrësh gjithë çmimet që kam marrë unë, edhe këngë të tjera, jo pjesëmarrësve kanë firmën e Alqi Boshnjakut, plus edhe privatisht ne rrishim bashkë gjatë gjithë kohës. Zakonisht në veprën e dikujt që është një vepër publike, kënga, muzika, poezia, ne si spektator kur duam ta konsumojmë, po gjithmonë bëhemi kurioz, Alma, për jetën sociale të marrëdhënies së artistëve me njëri tjetrin. Sot unë shikoj për shembull rivalitet, njerëz që grinden për famë, për popularitet, për ndjekësa në Instagram. Po miq, a ishit ju në kohërat kur keni punuar, Xhanëm, ju s'keni qenë asnjëherë në punë, ju keni qenë gjithkohës në pasionet tuaja? Ne në fakt më shumë ishim miq se sa të thush konkurrent në festival. Unë që në 93 në dhjetor, kur dola për herë të parë në festival, që atëherë njoha Sandrin, njoha Eltonin, Alqin, pastaj Markelian Kapedanin, Aurela Gaçen. Dhe që nga ajo kohë në 93-ën, unë vazhdoj t'i kem miq, si në ditën e parë. Alma, e mban mend ti tekstin e parë që ke kënduar nga Alqi, pra një këngë me poezitë e Alqit Boshnjakut, e mban mend cila ka qenë? Po, ka qenë në fakt në fillim, kur mi bënte këngët Markelian Kapedani, gjitha tekstet ishin të Alqit. Po të ndjekun ty për si një pulbardh drejt oqeanit të pafund. Ka qenë kënga që e kam këndu në festival të Pranverës. Ka qenë një këngë shumë e bukur. Pastaj kam këndu këngën Ti nuk më tradhëton. Si ishte ajo kënga, nuk e mbaj mend atë, nuk më kujtohet ajo kënga. E di si ishte atëherë kur e nigjova për herën e parë këngën, thash, wow, muzika Markelian Kapedani, teksti Alqi Boshnjaku, orkestrimi Shpëtim Saraçi, dhe do këndoja me zërin më të bukur të muzikës rock, që i kisha një gjunë ndonjëherë. Prit, mos harro se kemi bërë prova të Holly, aty, që ke parasysh atë eja. Pra këtë s'kam parasysh, si është kjo? Jo, kemi bërë prova, ta bëjmë këtë, që thashun se është shumë e bukur. Edhe ne fillum bëm këtë. Po, dhe fillum këtë. Po, koreografi bëm ne. E kemi bërë vetë. Na lindi aty, do më parë se dilqim. Ta bëjmë kështu, thëmë, edhe doli dhe unë që u futësha në studio, dhe nga se isha mësu me gjullet rara, mos me gabu, edhe këndoja, nuk më pëlqen alkoholi, dhe Sandri që ishte andej xhamet dhe më thështe, po qa domi me këtë alkoholin? Po këndojemi, nuk më pëlqen alkoholi. Kaq më thështe. Po refreni si ka qenë Sandri, se s'm kujtohet fare. A nuk bindjem ti sytë. Tani tekstin dhe shetasun nga ty shikoj.
Unë e mbaj mund këngën po e shmirë, po e doja... Eja, deri natën vone të valzojnë, dersa gjunët të nga tradhëtojnë, të bjemi njëri tjetrin, dhe po të duan të nga zgjojnë. Kjo është Kështu fantastike. prasojnë dhe zotërin për herë të parë Ana Bektashi dhe Aleksandër Gjoka live, sepse këta të dy ju e dini, fusi se cili u së bënë kur janë të kënduar diku dhe kjo ishte hera e parë që provuan dhe tentuan për të kënduar. Si fuzi së bënë, qa u së bënë? Nuk kemi këngëtar që dhe ista me. Jo, zemër, ne jemi këngëtar në orën 2, mikrofonin 2 pas mesnate, Pa problem. pa problem. Ja ku shohim janë disa plane mbulim, Alma kur ka qënë... Qyqja Sandri Satri. Dhe ndërkohë, Sandër Gjoka nuk ka ardhur vetëm sot dhe nuk është as vetëm me Almën, por në gjoksin e tij ai mban vëllezrit e tij më të vegjël. Vesha ka stile këtë, me që ata kanë pas punë e tyre, si Toni dhe Redi, edhe një përshëndetje nga dy vëllezërit e mi, domethënë Elton Deda dhe Redon Makashi, që faktikisht kanë qenë dashamirës të Alqit, kemi qenë miq. Dhe ndërkohë keni patur një këngë të vetme të pranojësie, Po, të pranojësie, po që teksti ban poezin e Alqit. Po. Unë do të kujtoj pak ty, Sander, disa vite më përpara, se tani ti po jeton në rinin e dytë, të kuptohemi, këtu tregohet që u burojnë nga zemra fjalët kujdo, edhe pse mund të jenë emocionuese, të shkurtra, të vogla, po japin mesazhin shumë të qartë. A mund ta shohim Sandrin, të lutem? Pëlqen dhe një gjë të Algji sepse ka qenë në planin domethënë i shumë karaktereve. Për shembull, konkretisht të kënga këtu, të kënga e fundit të festivalit, ka ndikuar te baza ritmike. Suksesi im, domethënë gjysma e suksesit tim është Algji Boshnjaku, domethënë. Në çmimet që kam marrë paktën edhe në festivalet e pranverës, në festivalet e dimrit, ose në Dia Festival, në festivalet mbar kombëtare, domethënë mbajnë vullin e Algjit. Pra Alqi Boshnjaku nuk ishte vetëm poeti, por për shkak edhe të përvojës së tij si regjisor, si skenarist, shumë vite më përpara, aty ku ka ushtruar aktivitetin, po të dëgjoj aty Sandër që thoje ka ndikuar edhe tek melodia, te ritmi, pra ishte një artist disa dimensional. Domethënë edhe pjesa e festivalit bashkë me maestro me Zhanin, Alqi ishi pa lodhur, ma e shifshe nga cepin cep tuk, dhe ishe promovues dashamirës për këngëtarët e ri, që akoma nuk ishin dalë në skenë, dhe ai kanë nxjerrë shumë në skenë. Siç ishte gjenerata e Almës, si thoshte Alqi Boshnjaku, do bëhet festivali dhe pa ty Alma, po ti i duhesh festivali. Isha viti parë në studime dhe kisha hallin gjithmonë te saxho, te provimet, edhe i thoja, o Alqi, aman të keqen se kam saxho dhe nuk du që të marrë notë të keqe kështu. Një gjo Alma Bektashi, festivali mbahet pava që zelën, thoshte mbahet pa parat që visimakon, mbahet edhe pa ty unë. Ua, qarë komplimenti, thosha ua qarë krahasimi, ikte. Pas 2 ditëve, vinte prap. Tani unë këtë foto se kam, ti do ma japësh këtë foto. Absolutisht po, se kjo është Alma pikërisht në këto korat e saxhos për të cilat po flet. Po, dhe më thot, iku, gjithë nerva iku, dhe vjen pas 2 dite. E kishte shumë i kesh zyshën ti me Zana Frashren. Dhe unë që e dëgjoja zyshën për çdo gjë në botë. O, Zana, do i thuash kësaj që të vinë festival, apo si? Edhe zysha, moj, do shkosh, se po s'dolen s'ken të harron publiku. Edhe kështu, pastaj vinte Alqi, ma tregon të këngën, tekstin, dhe normal. Si mund të refuzoja unë një këngë të bukur me tekst Alqit, asnjëherë. Sot ka një tendencë të kompozitorëve që duan emrat e mëdhenj të këngëtarëve të ditëve të sotme. Ndërkohë Alma në një moshë fare të re, këndonte një këngë me muzikë të atij që ne kemi konsideruar si Ennio Morricone shqiptar, Kujtim Laro, me poezinë e Alqi Boshnjakut, pikërisht me këtë këngë që ti e këndon sot, edhe mua më duket sikur e kam dëgjuar për herë të parë dje, edhe pse kam qenë shumë e vogël. Cila është fuqia e një këngë që jeton dhe çdo rrepist
rockstar, hip-hopist, si duash ti sot, rënqetet nga kjo këngë që ti sapo këndove, pavarësisht shijeve të muzikës dhe çfarë luan në makinë kur ecën rrugëve, shëtit. Në fillim, kur e kam një gjuhë këngën, më ka pëlqyer shumë. Kënga kishte një tekst tjetër. Kënga që dëgjuam zhgënjimi, një tekst tjetër? Po, kënga zhgënjimi kishte një tekst tjetër dhe teksti ishte në idenë e këngës, më mirë të ndahemi të dashuruar se dikur të urryer. Dhe unë mësoj këtë tekst. Dhe Alqi më thotë mua, mësoj e tekstin se unë po iki në Greqi, do takon të gocën, sepse e donë të shumë gocën. Shkonte her pas here. Po, e donë të jashtë zakonisht, do me thonë ishte fjala kryesore, goca Alqit ishte, gjithmonë. Edhe, tha, do iki në Greqi ta takoj gocën. Edhe, kur u këthy ma ndroj moj tekstin e këngës, tha jo, ma jep tekstin, tha shpo e ka mësu. Ja dhash tekstin, ma dha këtë tekstin tjetër, sepse sa herë që ndaj nga goca, mërzitej shumë, kur kthehej, dhe ma dha tekstin zhgënjimi. Pak komente përpara se ju të vinit në studio, Ama Boshnjaku, bia e ti tashmë e rritur, ka folur nga Greqia, edhe me marrëdhënien e munguar në kohra të vendimarrjes, po themi, ju jeni prindër dhe e dini shumë mirë. Natyrisht. Sa e rëndësishme është që të jeni afër fëmijëve kur ato duan të marrin vendime të rëndësishme për jetën, për studimet edhe kështu me radhë. Si kalonit kohën e lirë juve, Sandri? Pasi kishit shkruar tekstet dhe pasi kishit regjistruar këngë? Shive, ne kemi pas një... Do më ditët i kishin shumë ngarkuar, sidomos kur zhvilloi festivali Pranverës. Do më një tuf këngëtarësh, do më gati 10-12, sepse festivali Pranverës bëje në përrethën në qytetet kryesore të Shqipërisë. E kaleshin një pelegrinazh fantastik. Rishim me njëri tjetër këngëtarës, kishim më tepër ambicie profesionale që këtu nuk ekziston. Jo ambicie, po them të ndyrë, domethënë. Këto profesionale, sa bukur e ka bërë e këngën. Edhe unë të mundojmë të bëj ndoshta më të bukur sa ai. Dhe kështu jeni rritur profesionalisht. Plus pastaj që unë isha gati për ditë në Algjin, ka qenë ai lokali përballë radhës, Dolce Vita, si unë, Nori, Dhurja, Redoni, Eltoni, që pishim një konjak. Unë e kam frekuentuar dihet botërisht alkoholin. Bashkë me Algjin. Festa në për ditë lindjen. Do më u kam qenë për ditë me Alqin. Ashtu ishte në fakt. Do me thonë në fund të ditës, kur realizoj një këngë dhe mendonim që kishim arrit atë që donim për festival, pastaj e kishim atë që do pinim, nuk shifnim më orën eve. Sot e shikoni festivalin nga një optik tjetër. Jeni të ftuar special, shpeshherë jeni antar jurie. Çfarë mungon në mos festivalit skenës së sotme të muzikës shqiptare? Festivali faktikisht sikur 5-6 këngë ose 7 këngë tjenë të mira, tjera tjenë garnityr. Kënga Didimri e Sandrit është Qyteti vjetër i Eltonit, Nata e Aurela Gaçës. I kam unë kështu ca këngë që her pas here filloj i këndoj vetë në shpi, kështu që e kam top listën me këngët e festivalit që i du edhe i këndoj. Që do të thot, pas shumë vjetësh, unë menoj që janë këngët që unë personalisht jam fan se këtyre këngëve. Janë kaq shumë këngë dhe kaq shumë memorje që lumta njerëz që kanë pasur mundësinë në një kohë kaq të shkurtër, është një kohë shumë e shkurtër, në një jetë të shkurtër, Sandri, të bësh kaq shumë gjëra. Ishe pjellore me, kishe një fantazi të shturë, thua është të më, ishe fantastik Alqi. Mua më kujtohet që fiks në të njëjtin festival, koncert Stine, këngët e Stinës, ja dy që më kujtohen mua, sepse më kujtohet kënga fituese e ati festivali që Sandri do e këndoj pas pak, emocion ose që, si që quajmë ne, Twist Again, se shumë i kam betur. Imaginurin atë festival, ku ishte kjo këngë, ka qenë dhe kënga e Rezart Mustafajt, po me tekst të Alqit, një gjini krejt tjetër, një temperament tjetër, ku shë mbanë mënd këngën e famshme, si jam i vogël, babi im, jam në moshë të bëhem prind. Po i përstat pra, i brezit, do më në atere shkonim në shdo mbrëmje, do më në kupto, edhe Rezarti sa vjeç ka qenë, 17 vjeç. Ka që bode imitim si Michael Jackson, e ma mendi. Po. Jam i vogël, babi im, jam në moshë të bëhem prind. Oh, yeah.
Do njerë këto programe, ku ne kujtojmë njerës të cilët na mungojnë, ndoshta janë edhe një mënyrë reflektimi, ku njëri tjetrin, ta kujtojmë shpesh, të këmbej mesazhe, unë e kuptoj që kjo dinamika e jetës së përditshme na ka bërë shumë rutinor dhe me vrapet e punës tonë, por unë besoj që nuk ka si dashuria. Absolutisht jo. Nuk ka si dashuria që ju i keni dhënë publikut në vite, nuk ka si dashuria që na dha sot për të kujtuar një nga poetët, që siç e tham në pjesën e parë të programit, është konsideruar si poeti i dashurisë dhe më vjen mirë që emri i tij është gdhëndur në disa momente në një rrugë, në një stol tek liçeni. Është ke lagja ime, ke Shallvarët, është rruga Alqi Bosnjaku. Kështu që pas pak do të flasim dhe për bashkëpunimin e tij jetë gjatë me Zhani Cikon edhe me të gjithë atë grup njerëzish profesionistë që kanë mbajtur festivalin ndër vite dhe që kanë patur nuhatjen. Shiko çfarë gjetën. Unë besoj që secili prej tyre duhet të jetë krenar për ato që ju solli në jetën tonë, në ditët tona. Shumë faleminderit Alma. Faleminderit. Sandri Smuntiki. Pa thënë edhe njerë, ne atëherë shkonim në çdo mbrëmje. Sa e bukur ishte kjo këngë, o Zot i madh o Zot. Sa e kemi kërcyer dhe e kemi këndu pa fund. Kur këndove ti Alma, ne të dy ishim kështu. Tani do kërcejmë. Tani që do këndoj Sandri, ne do kërcejmë. Do jemi kështu. Shohim, dëgjojmë Sander Gjokën, Emocion ose Twist Again, me muzikë të Luan Zhegut edhe me poezitë Alqi Bosnjakut, dhe përfitoj nga rasti ti çoj një përqafim nga kjo studio edhe kompozitorit Luan Zhegu, i cili për shkaqe të vetat shëndetësore nuk mund të ishte këtu, kështu që përqafime nga kjo studio gjithmonë për ty. Emocion.